Mirë, për detaje rreth vrasjes së gazetarit italian, por jo vetëm edhe për këto operacion, mega operacion të autoriteteve policore italiane, do të lidhem me avokate Anila Halili. Avokatet, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. E trisht vrasja e një kolegu, shumë i njohur në Itali. Pista kryesore e timeve avokate deri në momentin që flasim, cila është? Atëherë, në radhë parë, pista dyshohet pra nga hetuesit që deri më sot pra kanë gjetur trupin në ditën e djeshme të vrasje. Mund ta quajmë domethënë tashmë të identifikuar pak a shumë një vrasje me dashje, sepse të gjitha domethënë provat që janë mbledhur deri më sot, tashmë hetimet janë intensifikuar dhe po presim madje dhe autopsin mjekoligjore që akoma nuk domethënë është verifikuar dhe po presim janor. Për fakt Mirë, kemi shkëputje me avokaten, do të presim disa qaste ndoshta për të rilidhur edhe një herë për të patur një komunikim sa më të qartë, rikthehem në bashkëbisedim, po avokate mund të vjosh, kishim shkëputje të herë pas hershme, ndoshta linja e dobët. Më falni. Po ju thoja që pra hetimet domethënë deri më sot pra çështje disa orë më pak që ka ndodhur sepse trupi është gjetur pra në një detyrim të intensifikuar është domethënë dyshuar që në fillim pra dyshohet. Tentojmë edhe një herë të lidhemi me avokaten, ndoshta kemi një lidhje, një komunikim më të qartë, ndërkohë që detajet reja kanë dalë nga vrasja e gazetarit, dyshohej se në fakt e gjitha kishte të bënte me profesionin e tij, megjithatë pikpyetje të mëdha ka rreth të shkuarës së gazetarit italian, i cili është gjetur i vrarë, por gjithashtu edhe i djegur. Këto të paktën janë detajet nga vendi i ngjarjes, nga dinamika e kësaj vrasje të rëndë, e cila ka tronditur të gjithë median në Itali, duke qenë se ishte një prej gazetarëve më të njohur të sportit, por jo vetëm. Më konfirmoni nëse kam avokatën për të juar bashkëbisedimin me të. Presim edhe pak për të rilidhur me avokate Anila Halilin, me cilën në fakt doja të bashkëbisedoja jo vetëm për vrasjen e gazetarit, por gjithashtu edhe për një mega operacion me në fokus kryesisht tek të rinjt dhe krime që zhvillohen në moshë të re. Rikthehem me avokaten. Avokaten nuk e di nëse më dëgjon. Më dëgjoni? Po, avokate, po, të dëgjoj. Po. Më falni, nuk e di pse kemi problem interferencas pra nga lidhja sot. Po ju thoja që trupi pra është i djegur dhe dyshohet hetimet e parë në këto orët e fundit janë fakti kryesor që ka qenë një vrasje, dyshohet një vrasje me dashje, e cila pra ka quar hetuesit në gjetjen pra të quajmë të armës pranë të plumave dhe ekspertiza e mjekut ligjor që është tashmë pra akoma në vështrim, sepse nuk është akoma publikuar, do na japi mund ta quajmë elementet kryesore nëse efektivisht është goditur pra me zjarrit dhe më pas është hedhur midis këtyre mund ta quajmë midis djegjes që është bën flaka vullnetarisht dhe për të zhdukur mund ta quajmë gjurmët pra të personin që ka kryer këtë veprën penale kaq të rëndësishme dhe kaq të madhe. Elemente tjera kryesore kush janë në atë zonë, në efektivisht është një zonë rurale, pra nuk është një qendër qyteti, por ka pasur disa telekamera, të cilat në një plan të parë pra janë analizuar nga autoritetet dhe efektivisht në ato momente dyshohet se ka qenë vetëm makina pra e Luka Espositos dhe dyshohet se zotëria është drejtuar drejt jugut për pushimet verore dhe ka ndaluar
posaçërisht në atë vend ku është gjetur pra trupi, sepse kishte një takim. Takimin efektivisht pra se më kë ishte dhe kush mund të jetë autori i vrasjes është akoma në hetim sepse nuk dihet deri më sot. Por dim që deri në orën pra të shtunës, datës natës, deri nga ora 23, gati afër mesnatës, ka qenë mesazhi i fundit midis pra gazetarit dhe një shoqe, mund ta quajmë një mike të punës tij. Ky ka qenë kontakti i fundit pra që ka dhënë një shenjë jete ndaj gazetarit. Dhe përsa i përket elementeve të tjera, janë akoma hetimet në vazhdim dhe autopsia me siguri domethënë analizojë pra të gjitha detajet. Nga dëshimtarë tjerë që janë dëgjuar dhe janë marrë në pyetje në një normal pas ngjarjes kanë deklaruar se efektivisht i kanë dëgjuar, domethënë e kanë dëgjuar armën, pra ka qenë efektivisht një qëllim i zotërisë që ka humbur jetën. Më pas, për sa i përket pra dinamikës të mëtejshme, jemi efektivisht në pritje sepse në qoftë se do konstatohet, pra në qoftë se ne kemi një person ose edhe më shumë persona që dyshohen pra për një vrasje me dashje, me paramendim, sepse tani për tani, domethënë hetimeve mund t'i jepet ky drejtim, mund ta quajmë, flasim vërtet për një vepër penale që mund të çojë, domethënë pra autorin e vrasjes deri në një burgim të përjetshëm ose edhe mbi 21 vjet. Kemi normalisht dhe shkatrimin e një kufome, jo vetëm shkatrimin, por dhe fshehjen e kufomës, pra sepse vullnetarisht është hedhur në domethënë këtë zonë dhe është vënë flaka, domethënë trupi i tij është dekompozuar, domethënë është dëmtuar, saqë siç thatë dhe më parë, në ato çështjet e para kur është gjetur, nuk identifikoi nëse do ishte një femër apo një burr. Pra identifikimi i tij është domethënë kryer në mënyrë të saktë dhe të plotë për shkakun sepse afër trupit të tij ishte makina, një makinë e bardhë pra e gazetarit që është i parkuar domethënë në ato vende të cilat u gjet. Për sa i përket pra domethënë elementeve apo momenteve, nëse ka qenë një moment personal, është një hipotezë tjetër, domethënë që pak a shumë prokuroria në këto momente po vlerëson. Nëse mund të kemi ndonjë element që ka të bëjë me të shkuarën e tij apo me punën e tij, këtë gjë akoma nuk mund ta përcaktojmë deri sot, por dim që nuk ka pasur domethënë pra viktima, nuk rezultojnë deri më sot, mund ta quajmë sherr apo dinamik apo denoncime të tjera të mëparshme, pra nuk kemi elemente që mund ta drejtojnë tek një hakmarrje. Pra, deri më sot dyshohet pra sepse ka qenë një vepër, ndoshta që ka të bëjë me elementet e tija personale, ndoshta një sherr apo një hakmarrje personale apo domethënë të mëtejshme që pra normalisht do konstatohet në vijimin e procesit, sepse me siguri do kemi akoma vazhdimin e hetimeve dhe autopsia do na qartësoj e para që akoma deri më sot nuk e zbardhur. Qartë. Avokate, faleminderit shumë për gjithë informacionin e përcjell komunikimi, pak sa i vështirë ditën e sotme. Të uroj punë të mbar.